Këtë javë, BDI dorëzoi kërkesë që Këshilli i Komunës së Tetovës më 13 korrik të diskutojë propozim vendimin për emërtimin dhe riemërtimin e rrugëve, shesheve dhe sipërfaqeve publike në territorin e komunës. Sipas dispozitave ligjore, nëse propozim vendimi i BDI-s pranohet dhe miratohet, Këshilli i Komunës së Tetovës duhet të shpërndajë dhe të mbajë zgjedhje të reja. Sipas kreut të Komunës së Tetovës Bilal Kasami, bëhet fjalë për një propozim vendim të BDI-s që është në fazën përfundimtare. Kërkesa e opozitës këtë rast është absurde. Ata kanë realizuar një zgjedhje gjysmake e cila ra në gjykatën kushtetuese. Është pyetja se pse tani, kur jemi në fazën finale të përmbylljes të procesit të emërtimit të rrugëve, sidoqoftë ne respektojmë vendimin e gjykatës kushtetuese edhe kështu si është, por fatkeqësisht opozita vazhdon me po të njëjtat lojra të cilat janë përsëri jo demokratike dhe antikushtetuese. Ata kanë propozuar një listë për emërtimin e rrugëve e cila le që rrezikon që Këshillin Komunal ta çojë përsëri në zgjedhje, por përsëri është antidemokratike dhe kundërligjshme. Pse është antidemokratike? Sepse nuk është BDI ajo e cila bën emërtimin e rrugëve në Tetov. Procesi dihet, vjen nga qytetarët, konform ligjit dhe duhet t'i kalojë të gjitha procedurat ligjore. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandr Nikolovski, duke u përgjigjer një pyetje të gazetarëve, vlerësoi sot se kryetari i Komunës së Tetovës Bilal Kasami do gjejë zgjidhjen më të mirë, pasi prej një periudhe të caktuar në bllokun politik shqiptar po zhvillohet një debat publik lidhur me riemërtimin e rrugëve në qytet, ndërsa në pikpyetje është vënë edhe funksionimi i Këshillit të Komunës. Ja sam ubeden дека градоначалникот Касами ќе го најде најдоброто решение. Тој е исклучително паметен и прагматичен човек и во соработка со сите чинители во општина Тетово ќе го најде најдоброто решение, убеден сум во тоа. Jam I bindur se kryetari Kasami do gjejë zgjidhjen më të mirë. Ai është një njeri jashtëzakonisht I mençur dhe pragmatik dhe në bashkëpunim me të gjithë faktorët në komunën e Tetovës do gjejë zgjidhjen më të mirë. Jam I bindur për këtë. Ne kemi bashkëpunim të shkëlqyer dhe ai do të vazhdojë edhe në periudhën e ardhshme. E di që kjo u pengon shumë kujt dhe se nuk janë të lumtur, veçanërisht opozita, por kjo qeveri ka treguar se di të jap rezultate. Debati politik mbi këtë çështje u intensifikua pasi muajin e kaluar gjykata kushtetuese vendosi se Këshilli I Komunës së Tetovës në vitin 2007 kishte marrë një vendim antikushtetues për riemërtimin e rrugëve. Nëse shumica e këshilltarëve vlerësojnë që kjo qasje e BDI-s është absurde dhe duhet të rishikohet, ato janë këshilltarët të cilët pra vendosin, sidoqoftë edhe një herë, nëse këshilltarët vlerësojnë që këtë absurd të BDI-s ta bëjnë realitet dhe ta votojnë atë listë ashtu të propozuar, rreziku është që me automatizëm pra Këshilli të shkojë në rizgjedhje, sepse në atë listë janë të gjithë emrat e rrugëve të cilët janë rrëzuar njëherë nga gjykata kushtetuese për shkak të procedurës dhe përsëri propozimi I BDI-s shkel po të njëjtën procedurë për shkak të cilës ka rënë lista e parë. Në Këshillin e Komunës së Tetovës BDI është në opozitë, ndërsa shumicën prej 16 nga gjithsej 31 këshilltar e kanë koalicioni Vlen dhe VMRO-DPMNE. Kryeministri Kristian Mickoski në disa raste ka theksuar se ekziston një marrëveshje koalicioni, sipas së cilës rrugët që tashmë kanë emra nuk do të riemërtohen, ndërsa emra do të u vendosen vetëm rrugëve që aktualisht kanë numra, sipas procedurës së re që po zhvillon Komuna e Tetovës. Ai ka theksuar se kjo procedurë nuk lidhet me vendimin e Këshillit të Komunës nga viti 2007.